Ministri brendshëm, kryeministri. Kurse ai tregoi burrëri, domethënë, ai ka ishte shumë pragmatist. Ai i përdori ta sa ju deshme për t'i përdor. Mendi 6 muaj atje. Edhe ka një shprehje të fortë, po ky pashi që thot zogun është kollaj ta rekrutosh, po është vështirë ta mbash. Kryeministri i Jugosllavisë. Po. Nikola Pashic. Po. Kështu është shprehur. Si edhe një herë? Është Ahmet Zogun, është vështirë ta rekrutosh, është lehtë ta rekrutosh, vështirë ta mbash. Dhe Zogu i bëri, pra Zogu tash i quaj i rekrutuar, i pa rekrutuar, ai shërbeu një qëllim të caktuar, në fund fare dha kontributën në ndërtimin e shtetit shqiptar. Aty i tha mirëpash, u lidh me italianët pastaj nuk e hapën. Dhe po është shumë interesante sepse është një autor që i ka një diplomat në atë kohë i këtyre strukturave të Jugosllavisë të parë luftës dytë botërore. Tani një pyetje kam unë zoti Shala. Ore, si s'ka një shqiptar të dënuar si pjesë e që është vënë funksion të shërbimeve të huaja? Ka shumë. Mas 90-s? Mas 90-s, jo. Po, shiko. Po mas 90-s e mos, se në atë kohë i bënë Enveri. A tha Enveri ju sigurim se nuk keni gjetur atje ka gjetur partia. Mas 90-s nuk është se nuk janë zbërthyer. Ore, s'ka një të dënuar. Nuk ja vlen me dënu. Jo, a i konfirmoni këtë? Po, nuk ja vlen. Do nuk ka një shqiptar i dënuar? Shiko, dënimi tash është 5 vjet. Kur rase kështu shkon, pra, se ka, nuk është Amerika shiko, Amerika e dënoi me vdekje çiftin Rosenberg. Po ishte Amerika e luftës ftoftë, nuk është kanë ndryshuar gjërat tash është. Dhe këtu ai mund t'japi një informacion dhe penalizohet thjesht për dhënë një informacioni. Nuk them se nuk janë zbërthyer, këtë po janë zbërthyer. Absolutisht, këtë po flas edhe nga kështu tha dhe zoti Berisha që këta të Sheshelit janë zbërthyer, tha këtu tha dhe madje janë dënuar tha. Nuk e di për atë që ka thënë zoti Berisha, po them nga përvoja ime me sa di unë, janë zbërthyer dhe nuk kemi pas interes me qunë për burgje. Do të nuk është arrestuar askush, zoti. Të paktën në këndvështrimin tim unë nuk e di. Por rastet që unë kam nuk është dënuar askush. Nuk është dënuar, por janë përdor kundër atyre që deshin na e fusin ne. Do të si shqiptar i dënuar nga shërbimet, i dënuar për shkak të lidhjeve me shërbimet e huaja dhe në dëm të Shqipërisë. Dhe e fundit për këtë çështjen e sigurimit, ajo Xhevdet Mustafës mund ta quajmë tani të zbardhur sepse ka disa kështu elemente aty që mund të vazhdojnë të ketë variante dhe versione të ndryshme. Për çfarë për shembull? Për shembull, zoti Lima i tha që është bërë një skem kundër Kadrias Biut nga ekurani i saj, ministri i brendshëm i asaj kohe, dhe gjithçka ishte e habitshme sepse nuk ka të hedhur nga i shërbimi huaj njëri që të kalonte me tren do vinte, atë e thatë saktë ai. Me tren ai tha do vinte të vriste në Verozhën tha, ai që vjen për të marrë në Verozhën nuk vinte me tren tha. Kush ka ardhur me tren, fal? Xhevdet Mustafa. Erdhi me varg, pastaj me tren. Po, Xhevdet Mustafa, shikoj, do të flasim realisht. Xhevdet Mustafa ishte një antikomunist i bindur që donte luftonte për përmbysjen e regjimit në Shqipëri. Të do t'i japim hakun atij. Dhe ai ishte gati sakrifikonte edhe jetën e vet për ta arritur këtë qëllim. Po. Dhe ai shërbimi që e mbështeste bëhet fjalë CIA, por bëhet fjalë edhe për shërbimit italiane. Po, edhe shërbimit italian ai. Që mbështesin, krijuan grupin, se ta thashun ty pasaj që sigurimi ka vepruar jashtë. Dhe në këtë grup u përfshi dhe dikush që ishte pjesë e shërbimit ishte dërguar me detyra jashtë. Ishte dërguar në Zelandën e Re. Dhe u kriju grupi dhe synimi ishte sepse ata edhe duke mos e njoh shumë situatën në Shqipëri mendonin që është kollaj me ardhmë me vra udhëheqësin ose me bodike. E kupton? Dhe ata sigurimi e dinte unë në atë kohë kam qenë student, sa kisha shku në vit parë. Ishe student? Student. Dhe ne që ishim student e dishim që po pritet të më ardhë një band. Qa thua? Po. Edhe ne që ishim student e dinim. Ua. Që po po qarkullonin fjalë, dinte gjithmonë miletit që po pritet të më ardhë një band sepse lëvizshin forcat në zonën e Durrësit, në zonën e Lushnjës, pra di zona. Ua. Pra,
Qa sekreti kishte këtu tash? S'kisha asnjë sekret. Jo, faktikisht jeni si studenta. Po, pra, si studenta, pas edhe mund ka bërë shumë përshtypje kjo. Më vonë jam njoh, i kam studiuar gjithë. I ke lexuar dosjen? Absolutisht, gjitha dosjet i kam studiuar, në nivele studimore kam studiuar në këto paktën këto që kanë qenë arkiv të mjesisë brendshme kur unë vazhdoja. Dhe i kam studiuar dhe ata hapi parë, domethënë hapi parë ishte gabimi në zbritje. Në zbritje. Vendi ishte llogarit në Durrës ku ai kishte pikën e kontaktit ose më saktë ishte edhe një në zonën e një hidrovor në zonën e Qerretit, ka qenë dikur aty dhe ishte dikush nga kontakti që mund të prisë, ata u çorin turn, jo busulla, jo kjo, jo ose mund të ishte sabotimi nga brenda dhe dulën në Divjak. Në Divjak dihet që vran shefin e policisë, i cili kishte dalë me detyrë, normalisht kishte dalë në Bregdeti, që nuk përbën asnjë gjë, domethënë. Tjetër gjë që edhe ai këto informacion që i dija unë si student duhet i dinte edhe ai. Po pra, kur dihet ti student Iran, po ai atje. Po pra duhet i dinte edhe që aty gjithçka pastaj ta morën peng njërin, morën peng tjetrin, më të fortën një djalë nga fshati im, po? Alemet Kollosi, ai Munc, martohej atë dite. Atë dite. Pse ditë diel ishte? Po siç duket, ditë diel duke qenë. Ditë diel duke qenë dhe merrte nusën nga ajo zonë atje. Dhe gjithëti kishte marrë peng një atë policin që e mori me vete etj edhe kur arriti që do dilën rrugë i doli këtij përpara me taksi. Taksin me nusë. Po ky djalë shumë i fuqishëm dhe edhe doli edhe siç ma shpjegon vetë ky. Ka treguar ty? Po. Siç më thot, ky thotë që e bllokoi taksin dhe tha më duhet taksia, jam oficer sigurimit sepse kanë vrarë ndërhoqjen. Edhe tha në shtangëm tha mori taksin ai iku. Unë me nusën ngelan kam. Ua sa e bukur kjo. Paktën po fatmirësisht ai nuk rezistoi. Nuk bëri, po ç'e mund të thotë? Mund ta kisha vrarë në vend. E kisha vrarë? Absolutisht po. Absolutisht po, mund ta kisha vrarë në vend. Atë edhe nusën ndoshta. Po mbase me gratë smere, mbase po të paktën këtë që rezistoi edhe mund ta kisha vrarë. Sikur që 2 metra djalë. Ky domethënë nuk bëri asnjë rezistent. Nuk i bëri sepse i tha që po nusa ishte me vellë aty. Po patjetër më në taksia. Kishte marrë taksin. Po taksin më mori taksin e këtyre. Wow. E kupton. Pastaj ata i diet, pastaj u çorganizu, shkoi uli, shkoi në mbeti ka ajo shtëpia, mënyrë se si organizua atje, rrethimi etj, shkoi blindi që do ta shunte me gjithë shtëpi. Pra u dogj ajo filmi aty dhe ai që ai eksponenti që ishi infiltruar, ai doli dëshmitar dhe mund të jetë edhe kjo, domethënë u përdor edhe si dëshmitar sepse siç thanë ata në atë kohë, unë këto nuk i kam të lexuar, po siç thanë që ai kërkoi